E pra të nderuar ndjekës të dashur, ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush në fakt për të komentuar disa komente që mua më duken pak të tepërta, mua më duken pak inatçore dhe nuk e kuptoj pse duhet të kemi kaq mbledh edhe kaq inat kur një çift i thot po dashurisë. Kur dy njerëz që duhen i thon po dashurisë dhe pse duhet të jenë kaq artificial në media dhe mos e pranojmë naturalitetin e tyre, mos e pranojmë tipin e tyre, mos e pranojmë njeriun e tyre, ne si shikues, ne si ndjekës të këtij reality show. Do dua të ndaloj pak te komentet negative që ishin të shumta mbrëm në raportin të Eglit edhe të Gjestit dhe të martesës së tyre, të vërtetësisë të asaj martese dhe të një momenti që ju ka rënë në sy ndjekësve, që unë kam thënë gjithmonë që ndjekësit janë tepër detajist, duke kapur çdo detaj të çdo pjesës, të unazës në momentin që Gjesti sapo ka përfunduar dasma e ka hequr nga gishti. Tani, unë e para e punës njëherë komentova dhe mbrëm që kemi qenë ne ato që 3 muaj me radhë, që në momentin kur Gjesti është afruar me Eglin, kemi kërkuar puthjen edhe lidhjen e tyre. Puthja u dha dhe lidhja u krijua. Pas puthjes filluam që të amendësojmë, filluam që të bëjmë analistin, duke e thënë që nuk ishte një puthje ndjerë, nuk e puthi siç duhet, nuk ja dha puthjen mirë, do me thënë ne sikur jemi ekspertët e puthjeve dhe i gjykojmë kështu me detajet, më të si ngjistin buzët dhe buzët, që më duket i çik si e tepërt kjo gjëja, sepse po të analizonim aq detajisht lidhjet tona për puthjet si japim ne, për mënyrën se si ne puthemi, besoj që do t'ishim bërë super të mrekullueshëm në këto puthje që ne i kemi studiuar, francesiane, e puthja romantike, shumë puthje të tjera. Dhe për këtë gjë, me njëherë filluan që Egli po e përdor Gjestin, jo Egli ka lënë një fëmijë ka hedhur jashtë, jo Egli ka patur një shtatzani, ka shkuar ka bërë abortin e gjëra të tilla, do të thënë që në fakt janë aq të turpshme dhe janë aq të neveritshme që jam shumë i bindur këto fansat e zgjarë të Gjestit do e lëndojnë shumë këtë të preferuarin e tyre në momentin kur Gjesti do të del nga shtëpia dhe do të dëgjon dhe do të lexon të gjitha këto lajme të paqëna, lajme të turpshme, që në fakt ne ishim ato që thonim duam çifti të lidhet, duam çifti të jetë bashkë, duam çifti të jetë me njëri tjetrin, ndërsa në anën tjetër jemi ne ato që themi se Egli ka heq fëmijë, Egli ka qenë e martuar para 5 vitesh, ka patur kurorëzim, Egli e ka bërë këtë, Gjesti është i pashkoll, Gjesti kështu, do me thënë mundohemi që të nxjerrim atë mbledhin duke etiketuar personazhin apo personazhe në fjalë me broçkulla dhe me një urrëtie shumë të madhe. Tani, unë e quaj shumë të natyrës që një personazh apo një njeri të heqë unazën të martesës nga gishti, sepse ka njerëz që nuk e mbajnë dot. Dhe në qoftë se unë apo dikush tjetër e heqën unazën e martesës nga gishti, kjo do të thotë që nuk ekziston dashuria për personin që ti ke në krah. Do thënë kjo është e paimagjinueshme fare. Dhe pse ne duhet të jemi kaq në shumicën e rasteve duhet jemi kaq analfabet që ta shohim ta vulosim martesën te kjo unaza në gisht, e vuri Gjesti mbrëm dhe ka hequr tashmë martesa mes tyre ka përfunduar, unaza ka përfunduar. Unë mendoj që çifti natën e mbrëmshme nisi një rrugtim të bukur të jetës së tyre. Ato njëherë pikë së pari e shprehën vullnetin e tyre, e shprehën dëshirën e tyre, e shprehën atë se çfarë ato ndjejnë në shpirt për ta nisur një rrugëtim të bukur në jetë, dhe më pas, me patjetër që të dy kur do të dalin nga shtëpia, njëherë kanë punë që të çmallen me familjarët e tyre. Gjesti se ka takuar familjen 6 muaj, e ka takuar vetëm 2 minuta në Top Channel, të argëtohet njëherë me shokët e tij, me miqtë e tij, domethënë të stabilizohet, të mësohet me jetën jashtë, sepse tjetri ka qenë 6 muaj izoluar dhe për 6 muaj izolim, unë mendoj që Gjesti
është duke respektuar dashurinë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe respekti siç po bën gjesti ndaj Eglit për dashurinë, për kulturën, të paktën në këto 2 javët e fundit në Big Brother, gjesti të lë të kuptosh një djalin që është 50 vjeç me vite. Domethënë ka shumë kulturë në këtë dashurinë dhe po e trajton aq bukur Eglin sa që ju të cilët thoni që ato nuk duhen, ato nuk e përdori njëri tjetrin për klikime, që unë nuk e ma merr mendja që kanë interesin për klikime, sepse Egli klikimet i kishte edhe kur grindeshte me Gjestin, edhe kur hyri keq me Gjestin, dhe Gjesti e kishte dashurinë e publikut edhe kur nuk ishte mirë me Eglin. Do me thënë, jo se gjithmonë gjërat shpirtërore bëhen për klikime. Klikimet janë pjesë e këtyre gjërave, sepse kjo gjëja po ndodhen në një format i cili është i filmuar 24/7, por mbi të gjitha, do me thënë, nuk është se kjo ndjeshmëria dhe e vërteta nisën për klikime, kur emocioni natën e mbrëmshme ishte bukur i transmetuar te publiku nga ana e Gjestit edhe Eglit. Egli dhe Gjesti në këndin e çiftit u argëtuan pafund. Tani nuk ka faj Gjesti se Valbona ka një lloj afrimiteti me Jozin edhe ka i çiksiatër mbetje dhe kishte ardhur në shtëpi për ta zbutur situatën, apo dikush tjetër nga banorët nuk ishte në qefe, nuk ishte i argëtuar. Do thënë se asnjë nga banorët nuk e ka qefin që Gjesti dhe Egli të jenë bashkë, sepse është në pyetje konkurenca, është në pyetje fama që morën, është në pyetje shikueshmëria që kanë, është në pyetje dyer që u janë hapur në jetë, sepse ato vërtet kanë marrë shumë të mira nga ky format. Dhe normal që nuk do ta kenë ata adrenalinën dhe kënaqësinë si mund ta kishte Egli dhe Gjesti, të cilët ishin pretendentët të çifti i kësaj dasme. Dhe për këtë gjë, unë jam reptësisht kundër në fakt këtyre gjërave, sepse unë besoj në këtë dashuri, edhe sikur kjo dashuri të jetë vetëm 3 ditë, mendoj që është një dashuri shumë e sinqertë, është një dashuri shumë e vërtetë. Ne mund të flasim për atë që ka kaluar, ne nuk mund të flasim për të ardhmen e kësaj dashurie, në asnjë mënyrë. Ne mund të flasim për atë që pa mbrëm dhe këtë që shohim sot. Dhe kjo që ne shohim sot është një diçka shumë e vërtetë, është një diçka shumë e ndjerë, sepse Gjesti nuk ka qenë romantik më herët me Eglin kështu. Gjesti zgjohet nga gjumi, e puthën në buzë, i shkon nga mbrapa, Egli sot po laheshte, Gjesti e puthi në buzë. Dhe unë mendoj që Gjesti është mirë bukur i edukuar dhe ka një motër, ka një nënë në shtëpi që e di shumë bukur që nuk duhet të lëndon një femër. Gjesti duke mos i ndjerë gjërat në shpirt, duke mos i ndjerë gjërat në zemër, e vonoi punën kaq shumë, e la punën deri këtu. Se po të ishte Gjesti një përfitues nga dashuria, Gjesti kishte mundësinë që Eglin ta mashtronte që në ditën e parë, sepse dashuria e çmendur e Eglit ndaj Gjestit ka ekzistuar që në ditën e parë. Unë mendoj që ne çifti duhet i urojmë sukses dhe dashuri, dhe le të mos nxjerrim mlev nga goja, sepse të kesh xhelozi për një çift që janë të filmuar 24/7 dhe po jetojnë momentin e tyre, kjo është sinqerisht është e paimagjinueshme.